Një mëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qof lavdruar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është e hëna madhe e kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyma eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Ja kallami tëmthi e uthulla, dhe pështyma gozhda heqta. Trupi i but, anë për anë shpohet, o si dalga gufon gjaku. Toka, deti, yje e bota, ja po lahen në atlum. Ndër të gjithë ti kryq besnik, je i vetmi dru fisnik. As një pyll si atë nuk qiti, as si mungull dege lule. Dru i ëmbël me gozhë të ëmbël, duke mbajtur atë peshë të ëmbël. Përkul degët druj lartë, shtri e ha pjesët e brendshme dhe të zbutet forcia. Që dha lindja në fillim, që gjymtyret e mbretit tepër, leti shtrish me trung të butë. Vetëm ti ke qenë i denjë për të marrë çmimin e shekullit, dhe ti përgatitesh skelën lundërtar për botën mbytur, që e leu gjaku i shejtruar nga trupi i qengjit derdhur. Një lloj atit edhe birit, dhe ngushëlluesit lavdi plot, e përjetshme i qof lavdia, trinis shenjte e të lume, që me hirin na dha jetë, na shpëtoi edhe na ruan. Amen. Antifona e parë. Jezusi tha: Shpirtin ma ka ploj një trishtim që çon në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Psalmi 42 rreshta 2 deri 12. Dëshira për Zotin dhe për tempullin e tij. Sikurse dreri dëshiron burimet e ujrave të gjalla, po ashtu shpirti im të dëshiron ty o hyj. Shpirti im ka etje për hyjin e gjallë. Oh, e kur do të shkoj e do të dal para fytyrës së hyjit? Lotët e mi janë buka ime ditë e natë, ndërsa më thonë për çdo ditë, ku është hyji yt? Ma lëngjehet shpirti im kur me bjen ndërmend, si shtektoja në krye të turmës, si prejës drejt banesës së hyjit. Me brohori e këngë lavdi në procesion kremtues. Përse o shpirti im lëngon në trishtim, përse gjëmon në mua, shpreson në hyjin, prap do ta lëvdoj, shërbuesin tim, hyjin tim. Shpirti im është në pikëllim, prandaj ty të kujtoj. Nga dheu i Jordanit, i Hermonit, nga mali Misar. Humnera thërret humnerën, me ushtimin e ujrave të tua, të gjitha vorbullat e valët e tua kaluan për mbi mua. Ditën Zoti ma dërgon hirin e vet. Natën kënga ti me mua, urat hyji të jetës sime. Do t'i them hyjit, qeta ime, pse më harron, përse ende mi trishtuar prej armiqësh i rrethuar? Edhe eshtrat më thërmohen prej trishtimit, për shkak të armiqve të mi, që më thonë për ditë, ku është hyji yt? Përse o shpirti im lëngon në trishtim, përse gjëmon në mua, shpreso në hyjin, prap do ta lëvdoj, shërbuesin tim, hyjin tim. Lavdiatet e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi tha: Shpirti ma ka ploj një trishtim që çon në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua. Antifona 2. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani u poshtë prisi i kësaj bote. Kënga e Seracidit, kapitulli 36. Lutja për popullin e shenjtë të Zotit. Ki mëshirë për ne o hyj i gjithësisë. Dhe përshkoj me frikën tënde të gjithë paganët, Ngritë dorën tënde mbi kombet e huaja, që ta shohin pushtetin tënd. sikurse në sytë e tyre na u dëftove neve i shenjtë, Ashtu në sy tanë dëftohu i madh ndaj tyre, që ta kuptojnë siç e kuptuam edhe ne. se s'ka tjetër hyj përveç teje o Zot.
Përtri shenjat e përsëriti mrekullit. Jepi lavdi dorës dhe forcoje krahun e djathtë. Bashkoi të gjitha fiset e Jakobit. Ktheju pronat si në fillim. Ki mëshirë për popullin tënd që quhet me emrin tënd. Për Izraelin që e bëre të paralindurin tënd. Ki dhimbje për qytetin tënd të shenjtë. Për Jeruzalemin, vendin e pushimit tënd. Mbushe Sionin me madhërinë tënde. E me lavdin tënde tempullin tënd. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani unë poshtë prisi i kësaj bote. Antifona 3. Jezusi, fillesa dhe plotësimi i fesë son, e pranoi turpin e kryqit. Tani rri në të djathtën e Zotit. Psalmi 19 e rreshta 2 deri 7. Himn hyjit krijues. Qiejt të shpallin lavdinë e hyjit. Kupa qiellore kumton veprat e duarve të tij. Dita ditës ja përsërit këtë gjë, e nata natës ja sjell këtë të vërtet. E pra nuk është fjalë as gjumhur të foluri, po as zë që do të mund të dëgjohet. Megjithse në për tokë i shpërndahet Jehona, diçka si fjalë arrin deri në skaj të botës. Diellit në to ja ngrehu tendën. Del dielli si dhëndër nga dhoma martësore. Thua vigani pash më pash i bie sheshit. Në njërin skaj të qiellit lindjen e ka, udha e tij kapet në skajin tjetër, asgjë s'mund të fshihet rrezeve djegëse të tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi, fillesa dhe plotësimi i fesë son, e pranoi trupin e kryqit, tani rri në të djathtën e Zotit. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Jeremis profet, kapitulli 11 rreshti 19. Unë isha si qenë gjibut që e qojnë për ta prerë. Nuk dija se ata kishin synime të mbrapshta kundër meje. Ta presim drurin në fuqin e saj të plot, ta çrrënjosim nga toka e të gjallëve dhe emri i tij do të përmendet më. Përgjigje e shkurtër. O qengji hyjit, ti që shlyen mëkatet të botës. Ki mëshirë për ne. O qengji hyjit, ti që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Ti që do të vish për të na gjykuar. Ki mëshirë për ne. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. O qengji i hyjit, ti që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. Kënga ungjëllore Benediktus, antifona. O ati drejt, bota nuk të njohu, e unë të njoha sepse ti më ke dërguar. Kënga Zakari sipas Lukës ungjëlltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tanë dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që a premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës son. E ti o djalosh do të quhesh profetit të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. Në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton,
që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. o Ati i drejtë, bota nuk të njohu, e unë të njoha sepse ti më ke dërguar. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti na shërboi me vdekjen dhe me ngjalljen e vet. Atij ti drejtohemi me këto fjalë. O Zot, ki mëshirë. Ti hyre në Jerusalem dhe i pranove mundimet për ta bërë të mundshme më vonë hyrjen tënde në lumturi. Drejtoje dhe mbar kishën tënde drejt pashkëve të amshuara. O Zot, ki mëshirë. Kur ishe i kryqëzuar, ushtari me hesht ta shpëroi krahërorin, na i shëro edhe plagët tona. O Zot, ki mëshirë. Kryqin tënde bëre dru të jetës. Të gjithë ata që do të rilindin me sakramentin e pagëzimit, shpërblej me frytet e këtij druri. O Zot, ki mëshirë. Derisa qëndrove në kryq i kryqëzuar, e fale cubin e penduar, qiti në harres edhe mëkatet tona. O Zot, ki mëshirë. Atyn që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm, që në saje të mundimeve të një lindurit birit tënd, të kthehemi në jetë të re, ne që ligështia jon na ka molisur, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.